Ndonse mandatin e kryetarëve Daud Memishi dhe Daud Beqiri e kanë marrë tashmë një javë, koalicioni vlen përmes rrjeteve sociale këto ditë i ka cilësuar si ditë të veçanta për Haraçinën dhe Te Arcën. Sipas këtij koalicioni që doli fitues në dy komunat e lartë përmendura, qytetarët përjetuan fillimin e një epoke të re me kryetarët e rinj të komunave, duke shënuar një kapitull të ri të qeverisjes lokale. Në Haraçin, Daud Beqiri mori detyrën e kryetarit të komunës, duke sjellë premtimin për më shumë transparencë, investime dhe përkujdesje për çdo qytetar. Marrja e detyrës nga Beqiri përfaqëson më shumë se një ndryshim administrativ. Është një ndryshim epoke. Në Te Arcë, kryetari i ri Daud Memishi shënoi fillimin e një kapitulli të ri për komunën, me fokus tek ndershmëria, transparenca dhe zhvillimi. Për qytetarët e Te Arcës, kjo fitore është simboli i shpresës mbi frikën, i punës mbi premtimet boshe dhe i qytetarit mbi klanet. Koalicioni vlen u uron sukses të plot kryetarëve të rinj dhe garanton mbështetjen e qeverisë për përshpejtimin e zhvillimit të dy komunave. Kur jemi tek zgjedhjet e kryetarëve të rinj, kujtojmë se dje detyrën e kryetarit të komunës së Studeriçanit e mori ju pa bazë nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, i cili në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale e mundi Azem Sadikin, kandidat i pavarur i mbështetur nga koalicioni vlen.